I dashur Labinot, kjo letër nuk është shkruar me nxitim. Nuk është shkruar as nga mlefi I një çasti, as nga xhelozia e verbër. Është shkruar nga një zemër që ka duruar shumë, që ka besuar gjatë dhe që sot, pas asaj që pam të gjithë, nuk ka më çfarë të pres. Puthja jote me Bian nuk ishte një skenë televizive që kalon e harrohet. Ajo ishte një vijë e qartë ndarëse mes asaj që ishim dhe asaj që nuk do të jemi më kurrë. Ne kishim një histori jashtë. Kishim kohë, kujtime, plane. Kishim net bisedash të gjata, premtime të thëna pa kamera, shpresa që nuk kishin nevojë për vota publiku për të qenë të vërteta. Kishim menduar për të nesërmen. Për rrugët që do të ecnim bashkë, për gjithçka që ndërtohet kur dy njerëz zgjedhin njëri tjetrin çdo ditë. Dhe ti e dije këtë. E dije sa shumë rëndësi kishin për mua ato plane, sa seriozisht e kisha marrë lidhjen tonë, kur vendose të hyje në Big Brother Kosova, nuk të ndala. Përkundrazi, të qëndrova pranë. E kuptova që ishte një mundësi, një sfidë, një eksperiencë që doje ta provoje. Të besova. Të mbrojta. Edhe kur njerëzit flisnin, edhe kur thoshin se loja ndryshon njerëzit, unë zgjodha të besoj se ti do të dije të ruaje kufit. Sepse ndjenjat nuk janë lojë. Sepse respekti nuk është strategji, por ajo puthje. Ajo I prishi të gjitha. Nuk ishte thjesht një afrim. Nuk ishte një keqkuptim. Ishte një zgjedhje. Një zgjedhje e bërë para kamerave, para publikut, para meje dhe para gjithë rrethit tim. Tradhtia nuk dhem vetëm sepse ndodh, por sepse ndodh në mënyrën më të ekspozuar të mundshme. Të tradhtosh në heshtje është e dhimbshme. Të tradhtosh në televizion, ku çdo sekond analizohet, ku çdo pamje rishfaqet, është shkatëruese. Në atë moment, nuk u ndjeva vetëm e lënduar. U ndjeva e zhveshur nga dinjiteti. Sepse ndërsa ti puthje një grua tjetër, unë isha jashtë duke të mbrojtur, duke justifikuar sjelljet e tua, duke u përballur me pyetje, me komente, me shikime plot keqardhje. E gjithë rrethi im e pa. Familja ime e pa. Miqtë e mi e pan. Dhe unë nuk kisha asnjë fjalë për të thënë, sepse pamjet flisnin vetë, ti mund të thuash që ishte presion loje. Që ishte moment emocional. Që Big Brother është një realitet I mbyllur, ku ndjenjat intensifikohen. Por asnjë format, asnjë lojë, asnjë çmim nuk justifikon thyrjen e një besimi. Nëse lidhja jonë do të kishte qenë vërtet e rëndësishme për ty, ajo puthje nuk do të kishte ndodhur. Sepse disa gjëra, kur I ke të qarta në zemër, nuk I bën, pavarësisht rrethanave. Ajo që më dhem më shumë nuk është vetëm fakti që puthe një grua tjetër. Është fakti që në atë moment nuk mendove për mua. Nuk mendove për ne. Nuk mendove për gjithçka që kishim ndërtuar jashtë atyre mureve. Dhe nëse nuk mendove atëherë, kjo do të thotë se ndoshta prej kohësh nuk isha më prioriteti yt. Kjo letër është letra e lamtumirës. Jo sepse nuk të kam dashur, por sepse nuk mund të dua dikë që më poshtëron pa fjalë. Nuk mund të vazhdoj një lidhje ku besimi thyet para syve të gjithë botës. Për mua, ai moment ishte ndarja e vërtetë. Jo një debat, jo një fjalë e thënë gabim, por një veprim I qartë që tregon gjithçka. Ndoshta loja do të vazhdoj për ty, ndoshta publiku do të gjykojë ndryshe. Ndoshta do të ketë nga ata që do ta quajnë strategji ose romancë televizive. Por për mua, për jetën time reale, kjo ishte fundi. Sepse unë nuk jam personazh. Jam njeri. Dhe ndjenjat e mia nuk janë episod që kalon. Të uroj të gjesh atë që kërkon, qoftë brenda asaj shtëpie apo jashtë saj. Por rruga jonë mbaron këtu. Jo me urrejtje, por me një dhimbje të qetë që vjen kur kupton se dashuria nuk mjafton. Nëse mungon respekti, kjo është lamtumira ime. Dhe këtë herë është e vërtetë. I dashur Labinot, kjo letër nuk është shkruar me nxitim. Nuk është shkruar as nga mlefi I një çasti, as nga xhelozia e verbër. Është shkruar nga një zemër që ka duruar shumë, që ka besuar gjatë dhe që sot, pas asaj që pam të gjithë, nuk ka më çfarë të pres. Puthja jote me Bian nuk ishte një skenë televizive që kalon e harrohet. Ajo ishte një vijë e qartë ndarëse mes asaj që ishim dhe asaj që nuk do të jemi më kurrë. Ne kishim një histori jashtë. Kishim kohë, kujtime, plane. Kishim net bisedash të gjata, premtime të thëna pa kamera, shpresa që nuk kishin nevojë për vota publiku për të qenë të vërteta. Kishim menduar për të nesërmen. Për rrugët që do të ecnim bashkë, për gjithçka që ndërtohet kur dy njerëz zgjedhin njëri tjetrin çdo ditë. Dhe ti e dije këtë.
E dije sa shumë rëndësi kishin për mua ato plane, sa seriozisht e kisha marrë lidhjen tonë, kur vendose të hyje në Big Brother Kosova, nuk të ndala. Përkundrazi, të qëndrova pranë. E kuptova që ishte një mundësi, një sfidë, një eksperiencë që doje ta provoje. Të besova. Të mbrojta. Edhe kur njerëzit flisnin, edhe kur thoshin se loja ndryshon njerëzit, unë zgjodha të besoj se ti do të dije të ruaje kufijt. Sepse ndjenjat nuk janë lojë. Sepse respekti nuk është strategji, por ajo puthje. Ajo i prishi të gjitha. Nuk ishte thjesht një afrim. Nuk ishte një keq kuptim. Ishte një zgjedhje. Një zgjedhje e bërë para kamerave, para publikut, para meje dhe para gjithë rrethit tim. Tradhtia nuk dhemb vetëm sepse ndodh, por sepse ndodh në mënyrën më të ekspozuar të mundshme. Të tradhtosh në heshtje është e dhimbshme. Të tradhtosh në televizion, ku çdo sekond analizohet, ku çdo pamje rishfaqet, është shkatëruese. Në atë moment, nuk u ndjeva vetëm e lënduar. U ndjeva e zhveshur nga dinjiteti. Sepse ndërsa ti puthje një grua tjetër, unë isha jashtë duke të mbrojtur, duke justifikuar sjelljet e tua, duke u përballur me pyetje, me komente, me shikime plot keqardhje. E gjithë rrethi im e pa. Familja ime e pa. Miqtë e mi e pan. Dhe unë nuk kisha asnjë fjalë për të thënë, sepse pamjet flisnin vetë, ti mund të thuash që ishte presion loje. Që ishte moment emocional. Që Big Brother është një realitet i mbyllur, ku ndjenjat intensifikohen. Por asnjë format, asnjë lojë, asnjë çmim nuk justifikon thyrjen e një besimi. Nëse lidhja jonë do të kishte qenë vërtet e rëndësishme për ty, ajo puthje nuk do të kishte ndodhur. Sepse disa gjëra, kur i ke të qarta në zemër, nuk i bën, pavarësisht rrethanave. Ajo që më dhem më shumë nuk është vetëm fakti që puthe një grua tjetër. Është fakti që në atë moment nuk mendove për mua. Nuk mendove për ne. Nuk mendove për gjithçka që kishim ndërtuar jashtë atyre mureve. Dhe nëse nuk mendove atëherë, kjo do të thotë se ndoshta prej kohësh nuk isha më prioriteti yt. Kjo letër është letra e lamtumirës. Jo sepse nuk të kam dashur, por sepse nuk mund të dua dikë që më poshtëron pa fjalë. Nuk mund të vazhdoj një lidhje ku besimi thyet para syve të gjithë botës. Për mua, ai moment ishte ndarja e vërtetë. Jo një debat, jo një fjalë e thënë gabim, por një veprim i qartë që tregon gjithçka. Ndoshta loja do të vazhdoj për ty, ndoshta publiku do të gjykojë ndryshe. Ndoshta do të ketë nga ata që do ta quajnë strategji ose romancë televizive. Por për mua, për jetën time reale, kjo ishte fundi. Sepse unë nuk jam personazh. Jam njeri. Dhe ndjenjat e mia nuk janë episod që kalon. Të uroj të gjesh atë që kërkon, qoftë brenda asaj shtëpie apo jashtë saj. Por rruga jonë mbaron këtu. Jo me urrejtje, por me një dhimbje të qetë që vjen kur kupton se dashuria nuk mjafton. Nëse mungon respekti, kjo është lamtumira ime. Dhe këtë herë është e vërtetë.